أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله عز وجل فلندرoj salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Allah na e pranoft ibadetet dhe na fal mëkatet. Allahumma amin. Transmetohet nga Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, i cili ka qenë njëri prej shokëve që ka histori të veçantë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, e i cili ka qenë i njohur me vendimet e tija të çuditshme, normal gjithmonë për dobi edhe për mirë, ku ky burr ka pas dëgju për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prej fisit vet Ghifar, se ka dalë Mekë një person që po i thot vetës pejgamber. Ata nuk e dinin a është për me apo jo, sepse ishin shumë shpifje rreth Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe këta nuk guxanin të merrnin apo të siguroheshin. Ishin të pakët ata që me të parën e pranonin Islamin. Ju e dini, pa më dyshje e ka pranu Islamin Khatijja, pa më dyshje e ka pranu Islamin Aliu, pa kurfar dyshimi e ka pranu Islamin Ebu Bekri. Pse kanë bërë një gjë të tillë? Për arsye se e kanë njoft pejgamberin alayhi salatu wassalam me raj. E të tjerët kanë pyet, janë interesu. Njëri prej tyre ka qenë Abu Dharri. Abu Dharri ka në Mekë prej fisit vet, edhe ka qëndruar në heshtje pa tregu për çka ka ardhur. Së ne ka taku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ditë të tëra, mbi 20 ditë. Se ka ditë cili është. Edhe po sillet aty në për Mekë, edhe s'ka pas çka me ngran, thot kam jetu vetëm me ujë Zamzam. Të pi ujë Zamzam. Uji Zamzam është atë që do beshëm sa e lunë edhe rolin e ushqimit. Edhe në këtë formë, thot është çudi të pi atë ujë edhe jem trash. Në vend se mu likështu, o trash. Në vend se mu dëpsu, e kundërta ka ndodhë. Pastaj ka pyet për pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i ka pranu Islamin. Por pejgamberi i nderuar alayhi salatu wasalam i ka thonë, shko te kabilja jote, ku të nin që na kemi dal haptas edhe është bë çështja jone e njohur për të gjithë, atër eja dhe deklaroja edhe ti Islamin. Kështu Abu Dharri pastaj ka ardhur dhe është në Medinë, është bashkangjit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Abu Dharri ka pas qëndrime të prera në shumë mesele, ka qenë person shumë trim, por pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka këshillu, i ka thonë Abu Dharr, ta lë amanet, kur mos u bën udhëheqës si askuj, udhëhec me të bën prins komandant, as i dy vetëve mos u bën, se aq ka qenë trim. Sa thonë ulemat, me trimnin e tij, me vendosmërinë e tij, e kish marrë ai ushtrin, hiç se kish pas gajle që po e çon në vdekjet sigurt. Kur të kish hi, a mund me dal, a mund me fitu ajo, hiç se ka pas gajle Abu Dharri. E kish qu deri në fund, edhe pse i shkatron një ka një sigurt, si shkthuj mrapa. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thonë kur mos prano, mu bë udhëhec, i prik kërkuj. Po ashtu e ka këshillu që sikur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë inspiruar nga Allahu xhalleshanu për disa ngjarje që kanë me ardhur. Edhe e ka këshillu që mos me ushty, nëse më thonë, mos mu kasafyt me udhëhecin, me prisin e muslimanëve. Ka thonë por me ndëgju ata. Edhe Abu Dharri ka pas shpesh kritika për sahabët të cilët kanë punu, kanë gjallnu, kanë bë pasuni, kanë bë toka, kanë bë kafsh. Se Abu Dharri ka pas një bindje që çdo sen që e ki, dush me da me shok, zvon me lon kur gjë për në akşam, për shpinë, për vete. E don me shoqni, e don me vllazën, me besimtar,
jo me majtë kur gjatë. Edhe thuhet, kam dëgju, nuk e di sa mund tjetë e sakt, se komunistët kër e kanë fillu ideologjin që pasunia është e gjithëve përbashkët, nuk i takon kërkuj në mënyrë personale, njëri më konë milioner edhe të më konë fukara. Edhe i kanë marrë prej atyne pasanikëve, prej milionerve, prej pashallarve, prej agallarve, prej atyne bosave, në Rusi prej atyne carave. Ja kanë marrë pasunin edhe ja kanë shpërnda në mënyrë të barabartë popullit. Thuhet që kanë pas inspirimin prej kësaj ideologjie. Ne nuk du tash të bëhet kjo temë debati dhe mendojmë se detyrimisht veç prej Ebu Dherrit. Por Ebu Dherri ka pas këtë, çka ka pas e ka nda me shok. Bile, dikush më ka thonë prej hoxhallarëve gjatë studimeve që në një prej librave që i kanë pas komunistat në atë kohë, fjala kur ka lindë komunizmi si ideologji, e kanë pas në faqen e parë të vizatum në atë kohë, s'ka pas fotografi të Ebu Dherrit, një plak me mjekër, me shtag, edhe të leckosur, që ka aludu kinse në personalitetin e Ebu Dherrit. Por normal, kjo është ideologjie e gabume se në islam lejohet më konë dikush fukara, dikush pasunik, e rëndësishme, mos me dekër kush për buk, e rëndësishme me pas një jetë fisnike normale, e rëndësishme me dhanë zeqatin, me fitu me halal, edhe dikon Allah e bën më të pasur, dikon më të varfër. Në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas fukara, por edhe ka pas milionera. Mirë. Ebu Dherri ka fillu mi kritiku njerëzit edhe e ka kritiku edhe khalifën, Othman ibn Affanin, në kohë të Othmanit. Atër Othmani radhiyallahu anhu, për shkak të rrethanave që u imponun, i tha dil për Medinës. Ku me shku shkoj jeton në periferi, ku dush dikon. E mor gruën e vetë dhe shkoj në që një kolybë në periferi. Ju kujtu fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ngoje khalifën, që shtot kryetari, prinsi, edhe nuk bën zhurmë, ka qenë shumë burr i vendosur, por fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ngoj. Edhe kur diç ky burr, e mor gruaja vetë çefinosi. Edhe qiti te dera, po thamun e oborrit, se s'ka pas oborr te dera shtëpisë, që të përjashtë, te dera kolibës. E laq aty, gjenaze. Kaloi një karavan, mesin e të cilëve ishte Abdullah ibn Mas'udi, radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam, prej njerëzve më të mëdhaj, prej mësuesave të dinit. Edhe pa gjenaze, tha ky duhet të jetë veç Ebu Dherri, hiç pa ditë. Trokitin atë derën asaj kasollës, tha, a ka njeri këtu, tha po jam unë. Tha që kjo gjenazja që ke qitë këtu, tha është Ebu Dherri. Qeshi me mallëngjim, Abdullah ibn Mas'udi tha, Allah të më shiraf, tha Ebu Dherri. E kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, Ebu Dherri është njeri veçantë. Ka lind vetëm, ka me jetu një jetë vetëm, me atë stilin e vetë vetëm. Ka me vdek vetëm, i vetëm. Ka morin gjallë i vetëm, i veçantë. Tha, shikoni, pas ka vdek, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm, pa xhamat. E mur pastaj me shokët e vet aty, e çeli vorrin edhe varrosi. Është interesant Ebu Dherri në një prej betejave të pejgamberit alayhi salatu wasalam, beteja Tebukut, kur u nisën e që disa musliman nuk shkuan në betejë, ky u nis me devën e vet. Aq ishte i vendosur, që thash, për që e çon veten ky në shkatrim edhe u se ka pas gajle. Hiç. Ka vendosur që atë më mrinj dhe jam mrinj ja vdes. Ebu Dherri. Atëherë, tu e thudhës, i ngordhi devja, pi lodhjes, pi nxehtit madh, çka boni? Në atë ku ishte pasoni, gjërat të cilat i bar devja. Samari, armët, ushqimet,
ishin pyetje 750 km me shku, 750 me ardh, mesatarisht. Edhe ushtria ishte e madhe, nuk i këqyri ke pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njerëzit, a janë të ecë, mos ka mungu njoni, po njoni kish hub e kishin harru. Edhe po e shohin në shkretin, dhe më thonë në përzal, udhës ka pasa, po ec dikush edhe ka marrë, sa marrin deve se ka qitë në krye. Edhe po ec, në përmidis shkretines, ajo serabi i thojnë asaj, si iluzion që bon, sikur, më thonë, që kryon e nëzeti madhë, do dalgë. Po shohin dikon, po thonë, ja Rasulullah, është një njeri që atje, pa deve, në kam të ecë. Nuk e dim kush është, pa këty kokën pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha ajo është Abu Dharri. Ajo është Abu Dharri. Allahu më shëroft Abu Dharrin, ka lindi veçantë, ka jetën e veçantë, ka me vdek, një vdekje të veçantë, ka morin gjallë e veçantë apo i vetëm. Domethënë, diçka ekstra. Edhe shkojnë në betejë pa u kthy prap, pa deve në kom. Megjithatë që s'kish mujt mi bajt devja, kish plas në shkretin, ai vazhdoj i pathyshëm derisa e kreu misionin edhe u kthy në shtëpi. Ky burr e kanë pa një herë, mas i ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot njëri prej tabinëve, e kam zatek një herë në filan vendin e Abu Dharrin, i cili e kish vesh një robë të bukur, edhe robi i tij, shërptori i tij, njëjt robën. Pa dallim, s'mundshëm i dallu cili është zotnia, cili shërptori. Tha kur ulën me hungër bukë, pi thotë atij hajde hajna bashk. Ulën bashk me hungër. Me të njëjtën, po tham sofër, në njëjtën vend. Çka pan ky pan edhe ai? I thash, çka puna jote zakonisht? Shefat kanë pak ma veçante me. Tha ja. Unë thanë kohët pejgamberit alayhi salatu wassalam, njëherë një shërptorit i kom ra. Me një transmetim e kom ofendu. Na që themi në gjuhën, e kom shatë. Më ka dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot ka thonë, o Abu Dharr, mshoj. Se jetu menu që s'ka përmi teje dikush që ka me të mshu edhe ty. Thot la ilaha illallah. Mu ka dridh dora, e ku mull dorën ku më thonë, ja Rasulullah, am shihet gjunahi nëse unë e liraj, për i zatë Zotit e falje, liraj, ja jetën këti njerit, ja falje. Tha po. Edhe thot më tha, shërptorët e juj janë vllazënit e juj. Në atë kohë ka pas robër, që Islami ka ardhur për lirimin e tyre, por ka shku lirimi e tyre në mënyrë graduale. Nuk është ndryshuar shoqënia për më një herë. E dini Islami ka zbrit për 23 vjet dal nga dal, duke i ndryshuar dispozitat. Në fillim ka qenë edhe rakia, në fillim ka qenë edhe kamata. Pejgamberi alayhi salatu wasalam mas pari kur e ka largu kamatën, e ka largu prej familjes vet. Migjallarët e vet, djemtë migjallarëve, kush ka pas kamat, që ka dhënë me kamat, ka thonë sot e mas, unë e dal për kabilën teme, ku ju kanë dhënë pare me kamat, ja ktheni veç borxhin, kamatën mane. S'ka mi këty me kamat. Pastaj edhe dispozita e lirimit të robërve ka në mënyrë graduale. Edhe Abu Dharr e liron. Pastaj thot, o Abu Dharr, ti je një burr që ki sifate halat të injorancës. Robët e juj janë vllazënit e juj. Andaj vishni çashtu që zhvishi vet. Ushqeni me njëjtin ushqim që ushqej vet. Pra asoj dite, thot Abu Dharri, me kanë kam hangër bashk. Qysh qaj ku mblet teshat, ku mblet dy parë bashk, njëjtë edhe ati, edhe mu. Edhe thot ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, mos i ngarkoni me punë të cilat s'mundën me i kry. E nëse e keni dhënë në punë të ranë, ndihmojuni, nimoni. Jo me dhënë ti s'kiqare pa kry. Të njëjtën dispozit që e ka përmenë për Abu Dharri deri në fund jetës vet e ka respektu. Kjo vlen edhe për neve sot, për gjithë secilin i cili
ka një pushtet të caktuar mbi tjetrin. Askush askën nuk bën me nënçmu, veç pse ja pagun një rrugë, veç pse e ushqen. Njëherë njoni prej djetarve e ka pas një rob që Imam Buhariu, konkretisht një rast tjetër, po thotë ka pas një robnesh që ky qa që ka lexuar dhe ka shkruar libra, sa kret dhomën e vet e ka pas me libra për toke. Edhe me ato, sikur se kjo shishja, me ato ngjyrat që i kanë ngjy penlat ose lapsat e drunit i kanë rreq, i kanë gdhend, për ata matrit që se din, i kanë bë ata 100 lapsa drunit, 200. Bile kanë pas traditi Ibn Xhauziu thot për vete, gjithë kur më ka sos ajo maja e lapsit, se ajo këtu shkru është prish, është pasaj me edhen ekstra, edhe druni ka qenë ekstra. Ose ato penlat e gjelit ose diçka i kanë shfrytzu, thot kur kanë marrë mysafir, mos me hub kohën, ku mba muhabet me mysafirët edhe i ku më dhenë, se suni ka thonë mysafirët mos hajde. Edhe në atë kohë ka pas mysafirët që kanë nejtë vene pa ven, kohë e pa kohë. Kur suni ka thonë dikuj, s'kam punësi me të prit, e ka shfrytzume, edhe i kanë ngjyrë në atë ngjyrën edhe kanë shkru. Imam Buhariu kretë dhomën e ka pas me libra. Kanë lexu shumë, kanë shkru shumë. Njoni prej mendimtarve, i ka pas qatë shumë librën me dukat e kish pasaj shpinë me libra, sa tu mledh libra, i kanë thonë njerëz ka me të ra kjo shpi, i librave. Edhe për në me i ka ra, edhe i ka mytë. Imam Muslimi e ka një hadith, Imam Muslimi, që se ka një kur se ka një, o që dit aj prej djetarëve, hafëzëve të mëdhaj të hadithit. S'penin këtë hadith, që di unë mos me ditë këtë hadith, ata, jo na. Po thamë për ta, jo për vetë. Edhe ullë një natë, të lexu hadithe, i ka thonë familja vetë, në kanë prunë thëtë dhurat, një kazan, po thamë, me hurma, i madhë, kazan, 10-15 vetë, 20 me hongër njën. Thëtë, Imam Muslimi lema qëtu, edhe ka hynë në lexim të haditheve të librave e të hongër hurma. Deri në sabah, e ka hub vetën, s'ka ditë që ka të bo, të hongër pa hesap. Ha, lexo qatë që ka hinë tripat leximit. Sa thëtë kërë ka arë sabahi, ka plasë njëri. E Imam Buhari ka vu ka mës letra, fleta, libra, ngjyra në për tokë, sa tu kalu e shërptorja i kam shumë ngjyrës me kam. Baba, ka plasë. Thot, venja menën që abone. I ka bërtit. Thot, unë e pjave menën. Po edhe ti mos i le ka mës në për tokë. Pa i dhëtë s'pëkam kam i vu komët pi ngjyra e pi librave. Edhe kesh, Imam Buhari edhe e liran. Thot, veç se me një faforme, kjo sjellja jote mund pak më irritoj, nervozoj pak. E që të nervozen, që ka thonë Allah në Koran, wal kadhimin al ghayza, ata të cilët e përbin hidhrimin. Ku të bash nervoz, që të mlidhet një duq. Çka bën ti? E përbin vetën, për i zatë Zotit. Njerë ka bërë gabim, një rob, para një djetare, ka dash me bërtit. I ka thonë, wal kadhimin al ghayz, ka kesh. Ka përmen ky shërptori, që ta jetë Kuranit. Ata që përbin hidhrimin, ka kesh, ka thonë ta fala, zotnia. E ka vazhdu ajetin, wal afina anin nas, edhe ata që i falin njerëzit. Ka kesh zotnia, ka thonë, je i falën për i zatë Zotit. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu i da ata që janë bamirësa, fals. Edhe Budharri, edhe na, du të kemë kujdes njerëzit të cilët i kemi në përgjithsin tonë. Allahu Gjaleshanu të dashur vëllezër, manën men.
gjithë se cilët për njerëzve kam janë nxerë në shesh ato që është në realitet. Se Zoti i lartësuar nuk ka mundësi pa e testu robin këtë dunja me e qunë botën tjetër. E hasiben nasu an yutraku an yaqula amanna wa hum la yuftanun. Apo mendojnë njerëzit të thonë ne besuam e të mos i vëmë në sprovë. Allahu i lartësuar se cilin njeri ka më nxjerr realitetin shesh sado që ai bëhet munafik, bëhet dyftërsh, shtirët, shitët. Me kalimin e viteve, një prej këshillave që e japin psikologët është se nëse dënë me ditë një njeri sa është i mirë, sa është besnik, sa është i sjellshëm, sa është i devotshëm, sa është i edukuar, sa është këqyre, çfarë raporte ka me familjen e vet. Sepse për jashtë atyreve të oborrit, njerëzit mundën me aktru, me bë skena, një vjet me njonin, pastaj prishet, kalon te tjetrin për me shfrytzu situatat. Te antarët e familjes, kur hynë më rana në shtëpi, i bin njerëzve maskat. Edhe tregon realitetin se prej tyne zakonisht nuk ka interes. Edhe shifët që po sillet me gruan e vet, çfarë arroganti është, çfarë rrugaçi me djalin e vet, çfarë mafiozi me babën e vet. Aty thotë sheh. Andaj nëse familja gjojnë qetësi e vlatë e vet, gjojnë prehje te baba, te prindi, ai jep me kuptu se është njeri i mirë. Ai nuk ka maska kur del jashtë. Edhe kundërta, sa njerëz ka, keni kujdes ta, që na i livdojmë se ka sjelljen e mirë, por na thojnë neve familjarët. Kur qilen me neve, thotë, o hoxh, po ti nuk e nje që janë shpike. Ky na tranoj te shtëpia. Ky zguxojmë për ti me bazan shpe. Kjo nuk është mirë. Besimtari, gjën më të mirë që e bën, ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri për jush është ai i cili sillet më së miri me familjen e vet. Andaj, një prej gjërave të cilat këtu du të ta përmendi, se ne jemi besimtarë dhe na bashkon xhamia, keni kujdes vllazni, dy kategori po e përmendit njerëzve në këtë zaman që Kosova është të e vujt, është shefat edhe punëtorët. Allahu xhaleshanu gjithë secillit ja bjen momentin me kallzu çfarë burri është ai. E dini ju se mas luftës kanë vujt punëtorët prej shefave jo të mirë. Sot ndodhe kundërta. Sot shefat vujnë prej punëtorëve jo të mirë. I thotë, ama bën që ka shrogon a talon nesër punën, e sfidan, e kërcënën. As njëna pal, as tjetra nuk e kanë mirë. Po tash, janë imponu. Nuk du të hyjnë rrethonat, kushtet e tjerë, po e lajmë atë. Na po tregojmë, gjithë secili prej nesh, kur t'i vjen momenti, mos të kallzon me fytyrën e ligë vetën, mos të kallzon asnjëri. Asnjëri. Nuk na takon sot ka ardhur shanca. Abu Dharr radhiyallahu anhu ka gabuar një herë. Ton jetën e vet e ka respektu punëtorin e vet. Se si shef u tregu i keq një herë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë mshoj, se po munësh. Po ka marrë dita që Allahu xhaleshanu ka mshu ty. E kjo domethënë tërheqje e vërejtjes për ata që janë shefa. Po dhe kundërta, kur vjen puna që edhe punëtori me kallzu veten, ka dalë. Ne nuk po thojmë kërkon me marrë me përqaf. Nuk po thojmë kërkon me marrë me apull durt, as shefi punëtorit, as punëtori shefit. Po thojmë gjithë secili mund bëj drejt se me ditë që ka dikush përmi tejet që të sheh. Ka një ditë e cila ka një ditë e kiametit. Po mundet dikush me maltretu bashortën e vet, çikën e vet. Sa i kemi raste kur shkruajnë vajzat e shkruajnë paknatësi ndaj prindërve. Vetë pse o vajzë. Sot pak ka ndryshuar shoqërsanet, po përpara ju e dini.
Djalit i kanë ble tesha për bajram, vajzës nuk i kanë ble. Kjo është prej sifateve gjahiljetit. Edhe pejgamberi ka thonë Ebu Dherrit, o Ebu Dherr, ti ki sifatet gjahiljetit, cilësit gjahiljetit. Kur i kanë myt vajzat, i kanë konsideru turp vajzat. Që kanë ndodhur edhe te na. Djalit i kanë ble vajzës jo. A mundi me paramendu, subhanallahu, më dha zemra kur e kujtoj këta. A mundi me paramendu kur i ka ardhur përpara baba te shtëpia, me kundra të reja ose me jemenia në atë kohë. Edhe i ka prunë djalit vajza motra veç ka këshu, la ilaha illallah, është e pa imagjinuar kjo. Ç'ka ka mujt me bua i prenda të gjatë. Kërkoni falje vllaznin nëse jeni kanë edhe ju prej këtyne ju më të vjetrit, prej këtyne gabimtarëve. Dje po më shkruan një motër. Thot hoxha s'di ç'a më bën, thot me vjerën. A dini pse? Kërkoj falje që po e them në xhami, është vendi i shenjtë edhe para kamerës. Thot i kam 3 çika. Thot po më thot vjera, po më thot meçka, po bën veç meçka. Kërkoj falje që po e them këta. Kështu tekstualisht. Si mundet ajo vjerë pastaj me lyp shërbim kur tjetë në shtrat prej nusës, prej rejes. Pastaj hoxha falni për mi respektu vjerat edhe babën e non në rregull kret. Por ku respektohet tash? S'du ta rebeloj atë nuse. Kemi pak respekt për njëri tjetrin. Nuk e meriton askush që është krijesë e Zotit, që ka falë Allahu. Pa marrë parasysh çfarë kumësie ka, çfarë fizionomie ka, çfarë ngjyre ka. Po shohim në rrjetet sociale ku Allahu xheli ka dhënë dikujt fizionomi jo të këndshme për vaki. Zoti ka sprovuar ashtu. Prindrit e tyre shkruajnë në rrjetet, i ki biri jam 21 vjet, 23 vjet, 25 vjet i ki xhehenem. Prej shokëve, prej rrethit, ty e nënçmu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka ndalu me shfaq. Pa knatësi, si me thonë, opa, filoni i sprovu me shfaqe, me vretaj, se ti, kur peshe ata, me kalu kret normal, me bon pjesë shoqënisë. Nuk në atakon neve muslimanëve, o burra, kuptojeni një gjë, pasha Allahin, edhe mroljen e ftyrës, pa të drejtë kemi me dhënë llogari për ta. Edhe me bëj synit kur e kçyrim dikon me nënçmim kemi dhënë llogari për ta. Edhe më apo me sy dikujt në shenjtë nënçmimit dikujt tjetër ose me shramu buzët kemi dhënë llogari. Nuk e meriton asnjë krijesë Allahu xhaleshanu që ka shpirt. Kush do koft mund nënçmu, Zoti ka fal. Inna akramakum indallahi yatqakum, e vetmja gjë me të cilat na matmin kanar është devotshmëria, kur gjë tjetër. Kur të vim të nata e vorrit, kur të vim të hyrja në varr, të gjithë do të jemi të njëjtë. Prandaj ky tregimi e Abu Dherrit, le të jetë mësim për të gjithë neve që kemi kujdes aman ti trajtojmë njerëzit se Zoti me dinjitet, se Zoti secillit prej neve po na bika një moment me kallëzu çfarë burra jemi. Të mirë ose të ligë. Allah na falt edhe na përmirësoj.